Në prag të zgjedhjeve, rritja e numrit të punësuarve në administratën publike ngre dyshime për mundësinë e manipulimit të procesit zgjedhor. Kryebashkiake e Roskovecit Majlinda Bufi po përdor legalizimin e banesave për të siguruar vota, megjithse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndaluar shpërndarjen e certifikatave të pronësisë në këtë periudhë. Vendimi i Erion Veliajt për të shkarkuar në kryetaren Anduela Ristani dhe emëruar Sara Goxhën shkaktoi tensione të mëdha në Bashkinë e Tiranës. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Në prag të zgjedhjeve, rritja e numrit të punësuarve në administratën publike ngre dyshime për mundësinë e manipulimit të procesit zgjedhor. Pavarësisht përpjekjeve për të parandaluar këtë fenomen, shifra e fundit tregon se administrata vazhdon të rritet. Të punësuarit në administrat shpesh konsiderohen si një votë e sigurt për pushtetin dhe përgjithsisht numri i tyre rritet me afrimin e zgjedhjeve të përgjithshme ose bashkiake. Për të shmangur këtë fenomen të njohur, Kodi Zgjedhor ka përcaktuar që punësimi në sektorin publik të ndalojë për një periudhë një mujore përpara zgjedhjeve. Këtë vit, ky afat përkon me datat 11 prill deri në 11 maj, kur do të mbahen zgjedhjet. Qëllimi i kësaj vendimarrje është që të garantohet një proces i drejtë zgjedhor. Qeveria në zbatim të Kodit Zgjedhor njoftoi në fillim të muajit mars se do të pezullojë të gjitha procedurat e rekrutimit të punonjësve në sektorin publik, duke marrë këtë vendim më shumë se një muaj nga data e ndalimit të punësimit. Por duket se për të ardhur në deklaratën e bërë disa ditë më parë, pushteti i ka paraprirë ndalimin të punësimit një muaj para zgjedhjeve, duke fryrë administratën me rreth 3900 punonjës në 3 muajt e fundit të vitit 2024. Sipas të dhënave të Instat, mbi numrin e të punësuarve në administratën publike, 3 mujori i fundit të 2024-s shënoi një rritje të ndjeshme të punësimeve, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 184.278 persona. Në krahasim me 3 mujorin e tretë të vitit 2024, në 3 mujorin e fundit, rritja rezulton me 2.1% ose afërsisht me 2800 të punësuar, më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pavarësisht se të dhënat flasin për deri në fund të vitit, gjasat janë se rekrutimet të kenë vazhduar edhe gjatë muajve të parë të vitit 2025. Kontradiktor është fakti se teksa qeveria shkurton numrin e ministrave dhe një numër i caktuar shërbime shofrohen online, sërish numri të punësuarve në administrat vjen në rritje në vend që të ndodhe kundërta. Kryebashkiake e Roskovecit Majlinda Bufi po përdor legalizimin e banesave për të siguruar vota, megjithse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndaluar shpërndarjen e certifikatave të pronësisë në këtë periudhë. Zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit janë shoqëruar me vëmendje të madhe jo vetëm nga kryeministri Edi Rama, por edhe nga drejtuesit e bashkive në mbar vendin. Në disa takime të zhvilluara me ta, kreu i qeverisë ka dhënë udhëzime për mënyrën se si duhet të veprojë në prag të këtij procesi. Një denoncim lidhur me përpjekjet për të siguruar votat me çdo kush vjen nga Roskoveci, ku kryetaria e bashkisë, Majlinda Bufi, ka intensifikuar përpjekjet në terren për të përmbushur disa kërkesa të kahershme të qytetarëve. Një nga çështjet që ka shqetësuar prej vitesh banorët e zonës është legalizimi i banesave. Me afrimin e zgjedhjeve të 11 majit, duket se ky problem po merr zgjidhje. Në një postim në rrjetet sociale, Bufi ka njoftuar se 90 banesa do të pajisen me certifikata pronësie. Megjithse kadastra është një institucion i pavarur, Bufi deklaron e bindur se banesat do marrin certifikatën e pronësisë. Ky lajm vjen në një periudhë kur ndodhemi më pak se 50 ditë përpara zgjedhjeve, në kundërshtim me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka ndaluar shpërndarjen e certifikatave të pronësisë në këtë periudhë për të shmangur ndikimin në zgjedhje. Ndërkohë mbetet e paqartë nëse institucionet do të ndërhyjnë ndaj këtij veprimi të kryebashkiakes, e cila më herët është kallëzuar në SPAK për shpërdorim detyre dhe kërcënime ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, pasi u denoncua në media për kërcënimet me vendin e punës që i bënte një sanitareje që kishte marrë pjesë në një miting të opozitës. SPAK ka ngritur një task force për të hetuar krime zgjedhore, por ende nuk dihet nëse kjo strukturë do të marrë masa për këtë rast. Këshilli i lartë gjyqësor, i cili ka për detyrë të sigurojë integritetin e sistemit gjyqësor, është kritikuar për organizimin e një tenderi të dyshimt, pasi mungonte konkurenca. Kompania në pronësi të Alfred Kasmit fitoi një tender sa 85% e fondit limit. Këshilli i lartë gjyqësor, institucioni që duhet të garantojë integritetin dhe profesionalizmin e sistemit gjyqësor, ka dhënë një shembull të shkëlqyer se si këto vlera mund të zbatohen në mënyrën më krijuese të mundshme.
Në tenderin për shërbime mirëmbajtje i sistemit audio-video dhe përkthimin simultan i sallës së trajnimeve KLG, fitues është shpallur kompania Fredi Electronic SHPK në pronësi të Alfred Kasmit me një ofertë prej 3.971.000 lekë të reja pa TVSH ose rreth 48 milion lekë të vjetra me TVSH. Fondi limiti i këtij tenderi ishte 4.601.000 lekë të reja pa TVSH ose rreth 55 milion lekë të vjetra përfshirë TVSH-n, çka do të thotë se fituesi mori sa 86.3% të fondit limit, një përqendje e përsosur për të ngritur shumë dyshime. Në garë ishin 2 kompani, por ç'të shohësh, njëra prej tyre kishte harruar të jepte një ofertë financiare duke vendosur një vlerë simbolike 0 lekë. Kështu si me magji, Fredi Electronic mbeti i vetmi që kishte bërë një ofertë reale dhe natyrisht fitoi tenderin. Rregullat e lojës janë të thjeshta. Nëse nuk ka garë, atëherë nuk ka asnjë problem, apo jo? Sipas dokumenteve, tenderin e ka dhënë vetë drejtuesi i këtij institucioni, kryetari Ilir Rusi. Ironia më e madhe është se vetë KLG-ja mburret me vlerat e integritetit dhe profesionalizmit, por përfundon duke organizuar tendera ku konkurenca është aq reale sa edhe premtimet elektorale. Vendimi i Erion Veliajt për të shkarkuar nën kryetaren Anduela Ristani dhe emëruar Sara Goxhajn shkaktoi tensione të mëdha politike brenda Bashkisë së Tiranës, duke u parë si një përpjekje për të sfiduar kryeministrin Edi Rama. Pas reagimit të ashpër të kryeministrit, Veliaj u detyrua të tërhiqej dhe e cilësoi veprimin e tij si një ide të gabuar, duke riafirmuar besnikërinë ndaj Edi Ramës. Situata brenda Bashkisë së Tiranës mori përmasa të çuditshme gjatë 24 orëve të fundit pas një vendimi të befasishëm të kryebashkiakut në detyrë Erion Veliaj për të rideleguar kompetencat brenda institucionit. Me një firmë të hedhur nga qelia e burgut të Durrësit, Veliaj shkarkoi në kryetaren Anduela Ristani dhe emëroi në vend të saj Sara Goxhajn, e cila sipas mediave është bashkëjetuesja e Elban Dokushit, sekretarit të përgjithshëm të Bashkisë Tiranë. Ky veprim u pa si një përpjekje për të sfiduar Edi Ramën dhe për të rikthyer kontrollin mbi bashkinë, por nuk zgjati më shumë se një ditë. Vendimi i Veliajt shkaktoi menjëherë tensione të forta politike brenda institucionit. Kryeministri, i cili pas arrestimit të Veliajt kishte vendosur si drejtues de facto të bashkisë në kryetaren Anduela Ristani, e pa këtë lëvizje si një rebelim të hapur. Reagimi nuk vënoi, Veliaj u detyrua të tërhiqej publikisht me një mesazh në Facebook, duke e cilësuar vendimin e tij si një ide të gabuar. Në statusin e tij, ai shprehu mall dhe respekt për Ramën, një deklaratë që la të kuptohet qartë se sfida e tij kishte dështuar. Ndërkohë tensionet u përshkallëzuan edhe brenda policisë bashkiake, ku 2 grupime të ndryshme nisën të ndjekin urdhra të kundërta. Njëra palë ishte besnike ndaj Veliajt dhe kërkonte të ndalonte hyrjen e Anduela Ristanit në bashki, ndërsa pala tjetër besnike ndaj Ramës nuk lejonte hyrjen e Sara Goxhajt. Për disa orë bashkia u kthye në një fushë betejë politike me militantë të 2 grupeve që u përplasën për kontrollin e institucionit. Në fund, Rama vendosi dominimin e tij, duke përdorur mekanizmat shtetëror për të neutralizuar çdo tentativë për pavarësi ndaj Veliajt. SPAK e përforcoi më tej pozitën e kryeministrit, duke i shtuar Veliajt një akuzë të re për futjen e sendeve të palishme në qeli, pas raportimeve se ai kishte përdorur telefonin e një polici në furgon. Me këtë lëvizje u bë qartë se Veliaj nuk kishte asnjë hapësirë për të manovruar. Përfundimi ishte i pashmangshëm. Veliaj, i izoluar dhe pa mbështetje, u detyrua të tërhiqej me një deklaratë të butë, duke riafirmuar besnikërinë e tij ndaj Ramës dhe duke treguar se në këtë betejë pushteti qendror bizotroi ndaj ambicieve të tij. Kjo histori dëshmon edhe një herë se në politikën shqiptare asgjë nuk ndodh pa pëlqimin e liderit kryesor. Një dëshmitar i aksidentit tragjik që shkaktoi vdekjen e 4 të rinjve ka thënë për redaksin ton se në momentin që ka mbërritur policia, djemt kanë qenë gjallë, ai bën thirrje autoriteteve të hapen kamerat e bizneseve aty pranë. Detajet e reja janë zbardhur nga aksidenti tragjik ku mbetën të vrarë 4 të rinj. Sipas një dëshmitari që ishte prezent, djemt kanë qenë ende gjallë kur ka mbërritur policia, por dyert e makinës ishin të bllokuara. Dëshmitari tregon se kur zjarr fikset ishin duke u munduar të hapnin derën për të shpëtuar viktimat, ata kanë prishur diçka, duke shkaktuar shpërthimin e gazit që ka çuar në shpërthimin e makinës. Ai shpjegon se kur montohen impiante gazi në makina, ka një valvull që në momentin e tronditjes kalon automatikisht në benzinë dhe kjo mund të ketë shkaktuar shpërthimin tragjik. Dëshmitari po ashtu thekson se kur policia ka mbërritur, ai ka pyetur nëse viktimat ishin gjallë, një nga oficerët e ka konfirmuar se ata ishin gjallë dhe më pas ka ndodhur shpërthimi. Djemt kishin mundësi të shpëtonin, por për shkak të bllokimit të dyerve dhe vonesat nuk patën mundësi. Ne larguan nga aty dhe nuk mundëm të shihnim më, tha ai, duke treguar se ata ishin larg kur ndodhi shpërthimi.
Aksidenti ka ndodhur në një zonë ku ka shumë biznese dhe shumë kamera sigurie, të cilat mund të ndihmojnë për të hedhur dritë mbi shkaqjet e aksidentit dhe të mundësive të shpëtimit. Dëshmitari thotë se është e rëndësishme që këto kamera të shqyrtohen për të kuptuar më shumë rreth asaj që ka ndodhur dhe për të parandaluar tragjedi të tjera në të ardhmen. Policia italiane arrestoi 5 persona, përfshirë 4 shqiptar dhe një tunizian të akuzuar për trafik droge mes Italisë dhe Hollandës, duke kapur 41.5 kg kokainë dhe 76.5 kg marijuanë. Hetimet e mbështetura nga Europol dhe autoritetet spanjolle shmontuan një rrjet kriminal që përdorte teknologji të avancuara dhe kamionist për transportin e drogës. Policia italiane ka arrestuar 4 shqiptar dhe një tunizian në Bologna, Rimini, Treviso dhe Verona si pjesë e një organizate kriminale që trafikonte drogë mes Italisë dhe Hollandës. Nga prilli deri në nëntor të vitit 2020, grupi kishte futur në Itali 41.5 kg kokainë, 76.5 kg marijuanë dhe 280 kg hashash me vlerë mbi 5 milion euro. Njëri prej të arrestuarve është një 41 vjeçar shqiptar. Ata akuzohen për trafik droge dhe posedim armësh. Hetimet nisën në vitin 2019-2020 nga policia italiane në bashkëpunim me autoritetet spanjolle dhe Europolin. Trafikantët përdorin çate të koduara si platforma Sky SSC për të shmangur përgjimet, ndërsa për transportin e drogës shfrytëzonin kamionist. Rrjeti funksiononte përmes serverëve në vendet offshore si Costa Rica, Kanadaja dhe Hollanda, duke vështirësuar gjurmimin. Zbulimi i këtyre komunikimeve të koduara ndihmoi policinë të godiste organizatën dhe të çmontonte një linjë trafiku. Ky operacion është një tjetër goditje e fortë ndaj mafjas shqiptare në Itali, e cila vazhdon të mbetet aktive në trafikun e lëndëve narkotike. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë minuta kofshi.